vogla. Por nuk e meriton. Të emocionojnë gjërat është shumë normale, të ndjesh s'do doja që të dilte ajo fjalia që unë thash kam akoma ndjenja për ta, nuk e meriton më ta di. Ta dëgjoj, po, se duket sikur të kam dorë akoma. Fare, zero. Po, ashtu është. Po kërkoj dhe ti të mbajmë shumë. Nuk duhet ja lësh ta dish. Po, edhe sikur nuk dua. Pavarësisht që ata shumë mirë e dinë që ndjenjat si Po më shiko tani nuk kuptohet diçka. Po, ideja është të duash vetën, del jashtë, bën këngë, bën deklarata. Hy merren atë çdo më të pasuratë. Po vëm mirë që janë timet parë. E kam thënë që më herët. Se mua gjesti këtë më ka dhënë si këshill shumë herë. Vetën të parën, se ndryshe nuk të duan të tjerë. Po të çon në vend. Mos u bëj kaq e mirë me të tjerët, se përfitojnë prej teje. Mi ka folur këto gjëra në një monolog të gjatë. Ky ishte defekti jot, se ti je shumë më e mirë, se ç'duhet. Po, ka shumë drejt. Dhe e merr parasysh të gjën. Po çfarë po thonte? I ka ndjenja, s'ka më ndjenja, s'pas ka qenë dashuri, jo, ndjenjat janë aty. Edhe ai kështu më ka kërkuar të manipulon. Ndjenjat janë aty. Vazhdo manipulon. Po e para do jetë vetja ime. Kaq. Unë e kam thënë. Ndjenjat do ikin me kalimin e kohës, se ti nuk i ktheve kurrë mbrapsht. Me fjalë, me veprime e bëre. Prandaj arritën deri në këtë pikë. Derisa kam dëgjuar shumë gjëra, kam parë shumë deklaratat tuat, vetë tim ke shtyr, ke përzën, ke të rreshëm, ke përzën, ke të rreshëm, dhe vazhdon të rrisha se tëndes, djali dashur, s'kam asgjë, nuk pendohem për asgjë, unë marr pjesën time të fajt, ti merr pjesën tënde të fajt, të dy, secilin rrugën e vet. Nëse diçka një herë të vetë ka qenë e vërtet, ka për ta vërtetuar koha jashtë së shtëpie. Edhe pse unë nuk mendoj që meriton asnjë lloj. Nëse ka bërë gjithë të gjë